Transkriptimi i videos Fationa Molla. Azmer, thon her pas her, e kam ndeshur shumë, siç unë edhe juve besoj. Kush është organizatori i protestës? Ose kush po organizon këtë protest? Kjo është një tentativë për ta përçarë, që njerëzit shohin me dyshim njëri tjetrin, e ka fut filani, ca thonë që është vetë Partia Socialiste, disa thonë që po futen partitë e vogla, disa thonë Erion Velia nga Burgu po organizon protestën. Domethënë lloj-lloj tezash. Dikush erdhi një ditë, ai çfarë ishte një që e mban veten kështu si dietar i madh, thot unë, si e harrova emrin, një i moshuar, Azmer Duleviç, Pilinci, Fationa Molla. Ai tipi tha, unë e provokova protestën në Maqedoninë e Veriut, tani po provokoj. Domethënë shumë figura, shumë njerëz. Azmer Duleviç, tani, Don Kishot ka pasur historia gjatë gjithë kohës. Doket përsëri. Diletant ka pasur edhe doket. Njeriu çfarë nuk bën për vëmendje. Fationa Molla, a e rrezikojnë këta njerëz protestën? Azmer Duleviç, absolutisht. Absolutisht, sepse kur dalin 100.000 veta në shesh, se dolën 10 budallej nuk i intereson njeriu shumë. Pra, çdo njeri aty del për hallet e veta, nuk del se e ka thirrur XI apo YI. Dhe unë i bëj thirrje çdo kujt që mendon se do përfitoj nga kjo, gabohet e rënd. Gabohet e rënd se të kthehet pastaj bumerang nëse diçka nuk funksionon. Sepse ti do marrësh gjithë urrëtitjen e të gjithë njerëzve. Prandaj duhet të distancohen. Unë dal për veten time, nuk dal se më ka thirrur njeri. Po të më thras njeriu, unë s'dal më. Reagimi filozofik, autenticiteti kolektiv dhe hije e Don Kishotit. Ky shkëmbim nxjerr në pah një nga tensionet më të vjetra të filozofisë politike dhe sociale, konfliktin midis qëllimit organik të masës dhe oportunizmit të individit. 1. Sindroma e Don Kishotit dhe etja për vëmendje. Kur Azmer Duleviç u referohet Don Kishotëve dhe diletantëve që marrin meritat për lëvizje të mëdha shoqërore, ai prek drejt për drejt atë që filozofia moderne e quan hiperindividualizëm i spektaklit. Në një botë ku vëmendja është valutë, lëvizjet kolektive rrezikohen gjithmonë të gjoja udhëhiqen nga individ që vuajnë nga megalomania. Ashtu si Don Kishoti që shihte mullin të erës si gjigant për të krijuar narrativën e tij të heroizmit, këta personazhet shohin një masë njerëzish dhe përpiqen t'i projektojnë vetes rolin e regjisorit. 2. Përçarja si mjet kontrolli, skepsis shoqëror. Tezat që përmend Fationa Molla se kush fshihet pas protestës, partit, individ nga Burgu, eti, funksionojnë si një lloj paranoje të kontrolluar, jetë. Sipas filozofit Michel Foucault, pushteti shpesh mbjell dyshim për të fragmentuar rezistencën. Kur njerëzit fillojnë të pyesin kush përfiton pas kësaj, fokusi zhvendoset nga kauza e përbashkët e teoria e konspiracionit. Kjo zëvendëson solidaritetin me mosbesimin reciprok. 3. Autonomia e individit versus manipulimi, Jean-Jacques Rousseau. Deklarata e fundit e Azmerit, unë dal për veten time. Po të më thëras njeriu, unë s'dal më, është thellësisht rusojane nga ideja e vullnetit të përgjithshëm yll të Rousseau. Ajo mbron idenë si një protest ose lëvizje, ka vlerë dhe legjitimitet vetëm kur buron nga një shtysë e brendshme, autentike e individëve që ndajnë të njëjtën vuajtje. Në momentin që lëvizja perceptohet si e telekomanduar nga një X ose Y, ajo humbet pastërtinë e saj morale dhe shndrohet në një instrument politik. Përfundim, diskutimi na kujton se fuqia e vërtetë e një kolektivi qëndron te thjeshtësia e halleve të përbashkëta. Rreziku më i madh për çdo ndryshim shoqëror nuk vjen vetëm nga shtypja e jashtme, por nga bumerangu i oportunizmit të brendshëm që kërkon të privatizojë ndinjatën publike.